Buçim në bu CHI. Bu CHI. Po. Ishte gjeta. Sa I bekuar jam edhe ti, që kemi njerëz që na sugjerojnë gjithkohës personazhe të tjerë interesant, personazhe vërtet që bëjnë diçka vet. Më ka sugjeruar Mustafa. Domethënë më ka sugjeruar kur unë kam pyetur për persona që janë aktiv në forum publike, deri në një farë pike, mbase ca më shumë ca më pak, por që japin diçka, domethënë audiencës tyre, publikut, grupit, komunitetit, çfarë ata kanë krijuar dhe një ndër ata ishte ti, por koincidenca aty ishte që unë njihjem përpara si personazh, përpara se të më sugjeronte Mustafa. Pasi para po bën goxha kohë që ai më vlla më sugjeronte gjithmonë, shife çik këtë punën, shife çik këtë website-in, shife çik atë. Edhe më ishte fiksuar, domethënë sepse edhe zëri jot është goxha e ndryshëm domethënë nga ajo, le të themi, nga shumica ça shikon në Instagram, nuk e di, ka një nuancë të ngel në mendje valla. Po. Kryesisht ma thonë e ke si ata çunat e ngopit, zërit, janë ata që bëjnë ato komedit, por fundja ky është zëri, nuk e kam kompleks fare, ka kaluar e fazë. Pa ajo është pozitiviteti, unë shikoj si pozitive atë, se është kështu soothing, si thonë anglisht, është I rehatshëm domethënë, nuk të duket sikur po të vjen ndonjëri, sidomos ato motivational speaker që të bëj këtë tani, se s'bën, e kupton, është. Ashtu jashtë. Ç'kemi sa I cie? Mirë. Ja, sa mbarova trajnimin, jam kështu domethënë, njëra pas tjetrës. Po, mirë. Si bësh I prezantim vetes tënde për nëse bëvaki që kanë ndonjë nga këta dëgjuesit e mi që nuk të njeh. Po, shpesh jam munduar që të flas për veten, sepse njeriu duhet të prezantohet, por jo gjithmonë në formën e mendjemasisë ose në formën e arritjeve, por në formën e punës. Pra, u kam filluar të punoj që I vogël, pra që 15 vjeç vajta dhe trokita në dyert e një radioje, ku I thash atij që do punoj, domethënë një fëmijë I vogël 15 vjeçar, sepse unë shikoj tani kursantët që I kam 15 vjeç, edhe se si më duket, kur e mendoj veten që kam qenë si ata, ku trokita për të punësuar si DJ, pra. Puna ime dhe të para ka qenë DJ, pra u futa industrisë së muzikës që 15 vjeç. Dhe ishte shumë e bukur në fakt, sepse në momentin që ai më pranoi, sepse tha, "Okay, hajde tha që të mësosh." Më la në pultin e transmetimit, ishte një emision mëngjesi, unë thjesht lëvizja 1-2 leva, nuk është se bëja në shkencë të madhe, nuk është se bëja remix. Dhe më lini një ide, domethënë që I vogël kam qenë gjithmonë me këtë pjesën e të qenurit aktiv, me të bërë gjëra më të mëdha se sa puna. Dhe gjithmonë kështu duhet të jetë, që ti mos bësh vetëm gjërat që të ofron puna, por kërkosh mundësi të reja që ty të zhvillojnë më shumë. Ti vinin shumë persona që bënin intervista, muzike, muzikant, këngëtar, producent. Dhe një ditë bukur unë I thash, po pse nuk bëni koncerti, thash, ti ke këngëtarët, ti ke muzikantët, ti ke gjitha, domethënë, ai ishte mosha aq të madhe dhe si kishte shkuar mendja. Realisht më pa kështu dhe më tha mu, po e bëjmë, tha. Mori ata të bashkisë telefon, edhe u bën 4 koncerte dhe bukura është që më lanë administrim totalisht gjithë peshën e menaxhimit të DJ Lëkut të koncertit. Që për mua ishte vlerësim, që 15 vjeç kisha përgjegjësinë e gjithë koncertit. Dhe kjo më mësoi, sepse kishte një gjë që më mësoi me përgjegjësi, më mësoi që ti duhet kërkosh gjëra dhe fakti që rria me persona që ishin intelektual, persona të cilët punonin te Akademia e Arteve çfarë ishin, dhe mësova disa gjëra lidhur me menaxhimin, me suksesin e me elemente të tillë. U mora një farë me muzikë, hoqja dorë për arsyeën e vetme sepse ju futa programimit, ju futa pjesës së kodit, ju futa pjesës së informatikës. Edhe nuk po dilja mirë në shkollë, pra isha shumë keq me lëndët, pra isha kështu grop fare siç I thon. Isha në fazën o të lija shkollën o të bëja muzikën. Dhe thash, nëse unë do vazhdoj me muzikë, nuk besoj se do arrij shumë.
duke qenë se informatika ishte pak më trend dhe më interesante. Goxha pragmatist, domethënë zgjedhje. Edhe e kam lënë kështu si me shpatë, domethënë u nda totalisht çdo gjë që bëja në të shkuarën me atë që vazhdojnë vazhdim, u futa me kokë pjesës kodit, pjesës programimit dhe mbylla shkollën, më pas fillova punë në kompani të ndryshme, ca programimi, ca kompani e-commerce. Erdhi momenti që bëra masterin në shkollë, momenti që bëra masterin më ofroi një mundësi që të jepja mësim në një qendër trajnimesh. Isha 25 vjeç, pra dukesh shumë i ri në fakt, sepse të japësh mësim. Por mënyra se si u mundohem ta thjeshtoj gjën, pra kjo është e bukura që shumica ka nevojë sot, është që mos të marrin formacion kod, por të marrin 5 fjalë, të cilat janë me vlerë, dhe 5 fjalë të cilat mbahen mend dhe janë të kuptueshme. Kështu mundohesha unë që studentëve t'ja thjeshtoja gjën. Nëse një proces për të bërë një gjë ka 2 klikime, pse duhet ta ndërlikojmë? Shpjego 2 klikime dhe studenti do të falenderojë për këtë. Fillova të jap mësim, njerëzit dhe studentët filluan pastaj që të krijonin atë idenë që shpjegohen mirë atë tekstin dhe pas 2 vitesh eksperiencë aty hapa qendrën time. Thash ta provoj, pse jo? Kishim ca kursime bashkë me Nusën, dhe thash ka ardhur momenti, tani është momenti i investimit. Dhe e kam hapur në datën 1 mars të 2020-s. 7 ditë para se të mbyllesh nga Covid-i. Gjithë investimit, gjitha që kishim, edhe bukur shumë. E hapëm, u mbyllëm. Pra ishte kështu. Por nuk më ka ndaluar, sepse madje u mendoj që ajo më ndihmoi shumë, sepse duke qenë se unë isha biznesi në rritje, biznesi i ri, kam punu shumë me webin, me fjalët kyçe, me SEO-n, që unë të dilja i pari në Google e gjitha këto. Dhe isha i përgatitur sepse mua nuk më zuri pandemia. Do të thënë e zura unë pandemin. Dhe unë e shfrytëzova pandemin, pjesën e virusit që ishte, që njerëzit i orientoja dhe të përgatisja platformat online. Përgatita një platformë online në të cilën kam gjitha kurset e regjistruara, përgatita gjitha platformat që unë punoja t'japja mësime dhe online në mënyrë siç duhet, dhe më gjeti gati, momentin që u hap pastaj nga virusi, unë isha gati me gjitha platformat, me gjitha metodat e shpjegimit, dhe nga ndej këtej, pastaj ka qenë punë, bashkëpunime me bizneset, kam bërë një event në Tiranë të cilat mblodhen gati 150 biznese. Si sot fix para një viti bëra dhe daljen e parë në media dhe kam diku te 50 e ca dalje në për media, ku kam dhënë intervista, ku kam dhënë opinione, ku kam dhënë mbi çështje të caktuara, jo i Albania, jo TikToku, jo siguria, jo këshilla, pra ka qenë shumë e bukur pjesa në vazhdim. Cili është profili jot, domethënë? Çfarë ke studiuar? Shkenca kompjuterike si studim, por e ndjej vetëm më të fortë pjesa e marketingut, sepse shikoj që është dhe më e bukur edhe më tunduese. Merrem edhe me programim, por programimi është pak i lodhshëm në fakt, edhe nuk të lë shumë hapësirë kohe që të eksplorosh gjëra. Është natyra e kodit pak, se ti ndoshta ke edhe Mustafajin e shumë tjerë që ke janë në pjesën e kodit, edhe kodi është pak i ngurtë si gjë. Kurse pjesa ku jam unë dhe dizajni ose dhe pjesa marketingut është pak më kreative, më interesante. Është dhe pak më joshës se marketingu, që ka të bëjë dhe me emocionet edhe me këtë vëmendjen e personit, domethënë. Është gjë e bukur. Por unë jam më shumë tek marketingu teknik, pra jo tek marketingu i fjalëve dhe i strategjive në thonjza, por i asaj teknike, që nëse kemi një web, hajde tani ta çojmë në faqe të parë. Qofse do bëjmë Google Ads, hajde tani të bëjmë Google Ads. Pra, gjërat praktike. E kuptoj. Famën, siç e kam kuptuar unë në fillim, domethënë, siç kam njohur unë, është gjithmonë nga ato videot e bukura thjeshtuese se ti e përmendë shumë mirë faktin që është më mirë të marri 5 fjalë që i kupton se sa 40 faqe që duhet i përpunoj. Edhe unë do i lutesha Zotit nëse të gjithë ish docentët ose profesorët e mi do t'i dëgjonin këto fjalë dhe mos të na jepnin materiale pa fund që ne t'i lexonim nga mbrapa, po të mundoheshin ta thyenin që një breakdown, domethënë që neve të kuptonin se ku ishte vërtet thelbi ose çfarë duhet mbajtur në mend. Dhe
normalisht ma mendja se edhe një pjesë e madhe kjo i ka tërhequr në platformën tënde. Ka qenë qëllimi që të tërheqësh njerëz në platformë apo ka qenë kjo diçka që e ke pasur kështu si me pasion që doje të ndihmoje një çik? Edhe kjo është pjesë e bukur, sepse në momentin që unë fillova të futem botës online, e kam provu me YouTube-in e qendrës. E mora shumë seriozisht, thash do t'i futem YouTube-it, thash pse jo, sepse e ndjeja veten që duhet ndihmoja. Edhe fillova bëra, kam bërë gati 20 video, po nuk ecën. Asnjë nga videot, maksimumi i shikimeve vajti 400. Edhe sikur u demoralizova pak dhe thash që YouTube-i s'ja nga për mua, që nga vështirë kjo punë. Kur një nga studentët më tha, hap TikTok, më tha. Edhe unë e pash kështu, thash, po bën shaka, po tallën, se s'ka mundësi. Se TikTokun unë e shikoja, domethënë si një platformë gallat, një platformë që s'më përshtatesh fare, një platformë që ishte për adoleshentët, për fëmijët, dhe thash ç'duan aty. Dhe tekstualisht u i kam thënë, po ç'duan aty, thash, nuk është vendi për mua. Por e futum tha mu sepse do ta shohësh ta realisht që ça fuqi e ka. Dhe realisht janë futur kështu, rastësisht kot, bëra një video. Ndër videot e para që kam bërë, ka qenë një video që kam folur për shkollat, për sistemin arsimor. Pse ngelin studentët? Sepse në shkolla nuk jepet mësim, në shkolla jepet shumë material, pra një temë që unë e kisha bërë dhe në YouTube, s'kishte marrë shikime. Edhe i fika ato notification gjitha që ishin TikTok, thash, hajtë më thash si punë e këtyre tjerave, nuk e se do eci, kur jam zgjuar në mëngjes, ka qenë shmenduri, domethënë. Pashë video kishte vajt 23k, që s'po e kuptoja një çfarë është kjo jam brapa, thash ç'është kjo, domethënë 20.000, shikoj gjithë ato like, shikoj komente. Kur hap komentet, pastaj histori tjetër. Gjysma e komenteve negative. Thash, po këta ç'patën? Që të bënë online. Ka bërë, domethënë komente, ja po na dole ti, do na japësh ti mend, pra kësaj natyre. Realisht u mendova, thash, mos merrem me këto njerëzit i fus një fshirë, pastaj krahun tjetër kuptova diçka shumë të rëndësishme. Gjeta vendin ku ishin shqiptarët. Është shumë e rëndësishme që në marketing të kuptosh se ku është audienca jote. Ku janë njerëzit? Po. Momenti që i gjeta që ishin TikTok, pastaj menaxhova, fillova të jap material, të jap video. Në këtë formë rrita Instagramin, në këtë formë kam rritur Facebookun, në këtë formë po rris YouTube-in, pra në një formë të bukur ku po jap material, kush më ka ndjekur e di që jap më shumë se sa marr. Dhe jam këtu ku jam. Jo, unë në fakt e di vetëm që jep, po nuk e di se çfarë merreti nga ato, po që ka aty ai shumë informacione, ai shumë. Domethënë për mua është goxha, është thjesht dukuri e bukur, domethënë pavarësisht unë jam e larguar shpejt nga Shqipëria, më larguar që u kam qenë 18 vjeç, me shkollë të lartë, domethënë normalisht më ka shkuar rruga ose jeta në ato lloj mënyre që gjithë ato tutorial të vogla nëpër YouTube, nëpër gjëra normalisht do të konsumoja ose në anglisht ose në gjermanisht. Tek tu në italisht, në anë shqipe, base ka pasur edhe nuk e kam ditur unë, domethënë. Jo më pastaj me Reels dhe TikTok që është diçka që do ti do ta mësosh ato që do dali përpara, s'të lë kurioziteti do ta shohësh, domethënë e di diçka. Minimumi edhe në qoftë se është një temë që ty nuk të përket, minimumi ti si individ njeh një njerëz që kjo gjëja do i duket interesante dhe do ta dërgosh. Shifë provoj. Këtë siç bën një vëlla me mua për sa i përket marketingut, nga që mua më duhet, domethënë edhe kam qejf të mësoj edhe të gjithë kohës më dërgon apo nga këto punërat online që ti ke postuar herë të tjera ose vegla dizajni etj. Edhe e shikoj shumë si fenomen negativ dhe e kam doja të pyesja domethënë për pjesën e anës së komenteve, se unë e kuptoj në një platformë si puna ime kur debatoj çështje në mënyrë të gjerë, për shembull që ndonjëherë edhe skalon që nëse normalisht podcastesh për atë punës, kuptohet, okay, një njeri preket, nuk është mendimi i vet, ne dimë që njerëzit me mendimet e tyre janë pothuajse të martuar edhe ecën dorë për dorë, nuk din ti lëshojnë ndonjëherë edhe kur janë gabim. Unë nuk kuptoj këtë anën negative se e kam vënë edhe në Instagram në videot që ti bën, ose se i rasti që kishte marrë një report, domethënë. Unë sinqerisht nuk e kuptoj
Edhe ti më ktheve një përgjigje që ishte, domethënë perfekte, që për mendimin tim me kaq sa e di unë theje të përshkruan shumë mirë, që theje që sepse janë njerëz kur unë të pyeta që pse e bëjnë njerëzit të. Që tregon goxha maturi nga ana jote, por unë thjesht gjithmonë kjo ana filozofike nga ana e psikologjisë së njeriu vërtet duhet ta kuptoj që cilin shqetësoi ajo video. Ja do t'jap një shpjegim që nga fillimi i gjës, komentet negative janë një faktor shumë i rëndësishëm në marketing që tregon që gjëja po funksionon. Në momentin që ti merr komente negative, do të thotë që ti je duke bërë një punë të mirë. Dhe në momentin e parë që ti shikon shumë komente negative, do të thotë që ti ke arritur një nivel shumë të lartë, ke arritur në atë audiencë ai tjetri është duke e parë videon tënde 7 herë që mundohet gjej gabimin tënd. E kupton se sa shumë sa thellë ke hyrë ti tek ai person. Dhe kur ai të shikon ty shpesh, ai pa dashje bëhet fancy jot. Po. Pa dashje. Komenti është diçka i menaxhueshëm. Pra u mundohem që të gjitha komentet mos t'i fshi. Kuptohet, ato që janë komente super negative, ato i kanë filtruar, por çfarë janë komente negative, të rasteve të tilla u mundohem që t'i kthej në lek. Ja të jap një shembull shumë të bukur. Pra, duke qenë se unë fillova të dal nëpër media, shumë persona që dalin nëpër media për tema të tilla që dilja dhe unë, si duket e kam pas si formë pune dhe ka një lloj xhelozie që del dikush tjetër edhe flet. Po. Edhe ky kishte bërë një koment në LinkedIn, ky tipi, ku kishte thënë që na dolën këta ekspertat e TikTokut, na japin mend neve që kemi 20 vite që merremi me këtë punë. Domethënë, ma quan të tjerët, ma quan disa student, u tentova njëherë që t'i komentoja, por thash, pse duhet vete unë në nivelin e këtij. Thash shumë bukur, komentin e këtij, një t'i bërë screenshot, një të vaj tek ai TikToku i famshëm ku më quajti mua ekspert TikToku. Shumë bukur. Ka bërë një video, në të cilën nga ajo video kam fituar diku te $10,000 mbrapsht. Sepse. Vërtet. Çfarë bëra? Thash, po, e shikoni këtë komentin? Po, unë jam ekspert TikToku, sepse të rrisësh profilin nga 0 në 130.000 veta në një vit e gjys, do që t'jesh ekspert, nuk rritet pa dashje. Po, i thash, unë jam dhe ekspert Instagramit, sepse në më pak se një vit e kam çu 70.000. Po, jam dhe ekspert i YouTube-it, jam dhe ekspert i SEO-s, kam bërë, i thash, 100 website. Gjoja për t'i treguar atij tjetrit se kush jam unë, që ti e ke gabim. Dhe njerëzit që po më ndiqnin, ishin si thush juria, që vlerësonin, kush ka drejt dhe kush jo. Dhe në këtë formë unë i tregova të gjitha atyre që pam videon, që kush jam unë, çfarë unë bëj, aty shpjegova që bëj kurse, që bëj trajnime, që kam ka gjithë eksperiencë, kam bërë kaq webe, që jam ky, jam ai. Dhe nuk do ta besosh, nga ajo video kam kap gati 7-8 klient, i kam bërë webin, i kam marrë përsipër pjesën e SEO-s, më kanë ardhur kursantë që i kam bërë kurse. Pra, në këtë formë unë atë koment, unë atë persone falenderoj tani, sepse ishte mundësi, madje kur vinë të tjerë që komentojnë kështu, them shqyr, sepse nuk duhet të dal direkt dhe t'i them audiencës, që shiko, unë bëj webe, unë bëj kështu, sepse duket si reklam. Po. Unë e përdor komenti negativ për të bërë shpjegimin për t'ju kundërpërgjigjur atij, por në fakt në fundit jam duke bërë reklam. Pra, nuk është se kam çaj bëj komenteve, se unë mund t'i anashkaloj, mund t'i fus një të fshirë edhe mirupafshit, por unë e di shumë mirë, sepse e di çfarë ndodh me videot e mia në TikTok, e di pse bëhen aq shumë virale, sepse unë lë komentet negative. Dhe shumica e njerëzve janë duke lexuar çka komenti i kanë bërë këtit, për të parë pak se çka ka ndodhur te komentet, por ndërkohë ai shef komentet me radhë, ai e ka parë 25 herë atë video. Kjo është e bukur edhe strategjia që unë përdor, është një strategji që do pak durim dhe do pak maturi, siç e thashë ju, por nuk ka ecë mirë te kjo pjesë. Jo, normalisht, përderi sa ti je i sigurt që edhe vazhdon të përdorësh, domethënë duket që është diçka që funksionon. TikTok. Më falë. S'ka problem. Ka dhe një gjë që në momentin që bëj videot jam i sigurt për ato që nxjerr, sepse në momentin që unë them që përdorni këtë toolsin, e testoj një herë vet,
e shikoj a funksionon apo jo me të gjitha, pastaj e publikoj. Në mënyrë që ti kem argumentet e qarta pastaj, kur dikush thotë që shiko nuk bën, i them po bën. Dhe jam i bindur që bën. Apo thot një antitezë, unë jam i sigurt sepse e kam të testuar. Po. Kjo është një nga gjërat e mira, unë kam vënë para disa kohësh ka pasur një video në Instagram, qofse nuk gabon, unë TikTok shumë rrallëri dhe do dalim te TikToku. Ku shpjegoja njerëzve që është një ditë që ishte thjesht i lodhur edhe s'kishte bërë video, domethënë dhe po i shpjegoja edhe bëri përshtypje, domethënë që se me sa di unë i vetmi që kam marrë mundimin të bësh një video të tillë. Se edhe unë gjithmonë e kam vrarë mendjen si ta shpjegoj njerëzve, domethënë se çfarë kërkon të bësh një podcast, kishte një organizimin përpara, bëj këtë, bëj atë, është një çik kështu. Edhe pjesa e like, komenteve, domethënë disa personave i duket sikur po lën pasurinë e tyre nëse të lënë një like edhe një koment që gjë që nuk i dëmton fare, thjesht mund të ndihmojë ty për në algoritmin apo ku di unë, një gjë minimale. Domethënë po gjithsesi ashtu gur bëhet kalaja edhe vëre një nuk e di në qoftë se është vetëm tek ne, po e vëre më shumë tek ne që kemi një farë lloj rrymë ose atmosfere negative ne kur shohim njerëz që bëjnë diçka kështu që e bëjnë vetë zakonisht, domethënë që e kërkoj që s'kan asnjë televizion nga mbrapa, asnjë gjë që thjesht dalin, siç e thua ti, e merr, e kërkon, e merr si tezë, e provon dhe vetë, domethënë je i sigurt dhe e nxjerr. Që gjithë kjo është e qartë që ti e ke provuar vetë dhe për e jep njeriu. Nuk i di pse, po duket sikur audienca shqiptare në një numër të madh nuk i ka qef ose nuk i suporton në fillim këtë individët që i bëjnë gjërat vetë në mënyrë të pavarur. Po, kjo është arsyeja pse unë përdor atë strategjinë që thash, që nuk dal direkt që të bëj reklam, pra nuk dal unë them që unë bëj kurse, sepse jam i sigurt që nuk vinë. Do thonë, do të bëj lekë me mua, po ti shkojon këtu po. Por unë bëj shërë në thonjza, bëj debat në thonjza, sepse vdesin shqiptarët për debat. Kjo është arsyeja e vetme që shikon sa hashtagje me 10 bilion shikime, kur ndërkohë ne jemi 2 milion shqiptar. Kjo tregon që ne vdesim për komente, për thashetheme, për çai tha, si ja tha, prita dëgjoj edhe një herë ja tha mirë apo si ja tha mirë. Në momentin e parë që ti del dhe bën reklam, që ti thua që shiko, unë kërkoj nga ty një like, ai mendon se ai like-u ti do t'japi ty 20.000 lekë mbrapsht. Në këtë mendim kam edhe unë. Domethënë, shumë videot mia thon sa fiton ti nga klikimet. Dhe ja kam shpjeguar shumë herë që fitoj 0 nga klikimet. Sepse në Shqipëri nuk monetizohet dot asgjë. Dhe prap nuk e besojnë dot, thonë që s'ka mundësi që ti mos fitosh e të dalësh çdo ditë. Po lere tash se kush e di nga e ke nga një damar. Është normal. Jemi shumë intriganta në këtë pjesë. Duam se s'bëm të futemi në çik tek puna e tjetrit. Se edhe zëm se do isha unë në të njëjtin nivel se je ti, për shembull do kisha miliona ku dëgjon etj etj. Unë s'u kuptoj çfarë punë i prisha ti sa ç'a bëj unë. Jo, po bëhesh i pasur çfarë thua. Se bëhesh i pasur. I prish punën, kupton, i prish ditën. Del tek pjesa, shiko, është strategji goxha e bukur domethënë tani kur ti e përshkruan se si ai rast me Facebookun para 2-3 vitesh, nuk ka reklam të keqe. Po. Domethënë nëse di me përdor del neto normalisht me fitim gjithmonë. TikToku plako. Flisnim pak për TikTokun se amana ti ke folur edhe në vende të tjera, ke bërë edhe videot e tua, por duke parë zëllatën politike, sidomos në Amerikë për shembull, po edhe këto lëvizjet e ndryshme të Komisionit Evropian për momentin për sa i përket privatësisë, po që më shumë të themi drejtën edhe Instagrami, Facebooku njëta gjëra bëjnë, po thjesht nuk i përgjigjen Kinës. Është më shumë çështje gjeopolitike. Parashikon në një ulje, në një rënje ose në një ngritje, se në qoftë ata nuk e bllokojnë vetëm fakti që po flasin kanë shumë për TikTokun, ngritje është. Po është. Sidomos në Amerikë, në Amerikë kanë dalë shumë influencera që po bëjnë kështu tip protestash, le të themi. Edhe të gjithë të tjerat që nuk janë TikTok, po e marrin seriozisht, sepse në Amerikë për shembull flasin për popullin, nuk e duan metën. E kanë pak, e urrejnë pak metën, sepse meta, duke qenë se bën ato reklamat që futet në detaje, pra të vjen dhe troket nder, ta shfaqet e produktin kështu si me porosi. Po. Nuk e kanë qef edhe e kanë kaluar në pjesën e TikTokut dhe kjo është duke rritur pak.
Por unë mendoj që gjitha është politike, sepse TikToku është rritur në 3 vite. Instagramit, Facebookut janë dashur dekada për të arritur atë që ka arritur TikToku në 2 vite. Dhe e shikojnë si një konkurrent, siç e shikonte Apple-i Huawei në Amerikë. Edhe duke i bërë banin e largoi, domethënë i prishi punë, domethënë me pak fjalë. Por TikTokut ata janë duke i bërë presion të madh dhe edhe nëse e mbyllin, mendoj që do dalë diçka tjetër, është shumë e ngjashme. Po nuk është se do ta presin me thikë dhe s'do ketë me aplikacione të kësaj natyre. A mendoj se nëse TikToku bllokohet, Instagrami do përsojë një super update që të duket fiksi TikToku më pas? Ata po e bëjnë fiksi TikToku, domethënë s'duam edhe Instagrami si TikToku është bërë, vetëm se ka akoma ato elementet jo foto jo kështu, por kryesisht reelsat e çfarë janë gjitha një lloj janë. Mendoj që shumica do vënë në Instagram, por pjesa më e madhe e njerëzve prap nuk do ta duan Instagramin për faktin e vetëm që ngelen pa TikTok edhe të përfundojmë në Instagram. Kam përshtypjen që do vënë diku tjetër. Sepse Instagrami dhe Meta nuk t'japin atë reach dhe atë shikueshmëri që ta jep TikToku. Është e pamundur. Në Instagram ti duhet paguash që të dalësh. Për sa i përket tërheqjes së vëmendjes, domethënë, i bie që automatikisht TikToku të jetë mjeti i dur, pasi siç e thënë përpara, dhe audienca edhe shqiptarët janë në TikTok më shumë se sa në Instagram. Po varet çfarë tërheqje. Për shembull, nëse është për awareness, që ta shohin sa më shumë njerëz, është TikToku. Por ai që të konverton vërtet shitje ose kthen klient, si thosh, në blerës, është Instagrami dhe Facebooku. Për të thënë atë që është, për shembull unë në TikTok marr shumë shikime, por bashkëpunime më të mëdha i kam nga Instagrami. Do të thënë që duam ne duhet i lidhim gjitha bashkë, po thua ti. Unë kështu po e kuptoj këtë që po thua ti. Duhet të kesh Instagram, duhet të kesh Facebook, duhet të kesh TikTok, duhet të kesh YouTube, duhet të kesh gjithçka. Domethënë janë kanale marketingu këto, sepse nëse ti je vetëm në një kanal, ti je duke dhënë gjithë energjinë e vet me aty, po ndërkohë nuk po targeton të gjithë njerëzit. Plus tjetra, ja çfarë ndodh, mbyllet TikToku, çfarë do bësh ti vetë? Ti bie që ta nisësh diku tjetër nga zero. Kurse duke i pasur të gjitha, ti nuk të kushton asgjë. Të njëjtën video që unë bëj për shembull, e bëj më pak se 1 minutë e 30 sekonda, ti fusi postuar në TikTok, i postuar në Instagram, postohet automatikisht dhe në Facebook ajo. Ti ta hedhur dhe të shortsat aty kur është 60 sekonda dhe ja. Një video e postova në të gjitha dhe marr audiencë nga 4 platforma. Je kuptoj. Për sa i përket të sigurisë, përmendëm pak më parë që ke folur, domethënë për temat të sigurisë edhe në media e tjerë. Edhe përmendëm faktin se Meta ti sjell edhe dëshirat me të zeza të shpirtit tënd si reklama, edhe TikToku të njëjtën mënyrë bën apo jo? TikToku gjitha një lloj janë, patjetër. Ne nuk po mbrojmë asnjë se s'kemi asnjë lloj interesi, por Metën e kanë marrë natë populli, sepse nga që ka shumë vite, edhe kanë ndjekur shumë gjyqe për këtë gjë, gjithmonë japin shansin një aplikacioni të ri, në të cilën nuk të censuron aq shumë, pra të jep mundësinë e lirisë fjalës, edhe të jep mundësinë që të rritesh. Unë kam vënë re se i kam ndjekur këto të influencerave në Amerikë. Këto persona e kanë formë jetese tani. TikTok. Pa kanë arritur aty me miliona followers dhe kanë punë, bëjnë reklama, bëjnë review produkteve, kanë lloj influencer, për momentin që ti ja heq të drejtë, ata do kalojnë dhe do përfundojnë në Instagram, por në Instagram nuk fitojnë dot aq sa po fitojnë në pjesën e TikTokut. Dhe siguria që kanë ata si pretendim se thonë nuk ka siguri TikToku, e kanë vetëm në faktin që nuk kanë kontroll në dhënat, sepse i ka Kina si aplikacion. Dhe ne e dim shumë mirë që Google, Facebooku, çfarë këto kanë kontroll të dhënat nga mëngjesi darkë. Lere çfarë thonë, ne mbrojmë privatësinë tuaj, jo po kështu, jo pa kështu. Jo, asnjë nuk i beson ata, domethënë nuk marrë se ka njëri që ti besoj kur ata thonë që i mbrojmë të dhënat thjesht. Po pikërisht, po ku e dim ne që dhënat tona nuk shiten, nuk keq përdoren etj.
që pa mundur. Kjo është një frikë për shkak të saj. Kjo është një frikë që ka shumica e njerëzve, domethënë keq përdorimi të dhënave, shqetësohen ndonjëherë se shiko. Nëse ti je duke folur me një shokun tënd se duhet të blesh, nuk e di, një makinë roje, duhet një makinë roje mirë, edhe në Instagram të del vërtet një makinë roje që vërtet është e mirë. Produkti neto në fund, le të themi së drejtën, është pozitiv apo jo, sepse ai bëri shitjen dhe ti gjete produktin. Po, patjetër, për bizneset është mirë. Për bizneset është mirë kjo. Po deri diku edhe për personin është mirë, nëse ti tu paraqit një produkt që është në kënaqësinë tënde, që i përmbush detyrën që ti doje, themi të drejtën, do blije të kurseu atë research që do bëje, domethënë, me pak. Po ja, po t'jap një rast çuditshëm që në fakt është për të friksuar, por në procesin kur unë vija për punë këtu, kur isha në fillimet e punës, haja kështu tost, merja prosciutto edhe tost, se kështu fillohet fillimi i biznesit, ata tjerë kanë nisur në për garazhe, kurse unë kam nisur me tost. Po. Dhe mu deshet veja në një nga këto dyqanet e sallamerisë që shesin këto prosciutto gjërat. Dhe unë nuk isha kërkuar as në search, nuk isha dhënë as like, as comment, as një lloj aktiviteti lidhur se ç'mduar mu prosciutto, s'ka lidhje. Por momenti që unë vajta atje, mora, erdha këtu te puna, vetëm sallame dhe këto prosciutta më dilshin në për reklama në YouTube dhe kështu çik, u vura pak në pozitë tash po prit se unë s'kam shfaq interes, si ka mundsi. Ishte GPS-i. Në momentin që unë të dyqanin ndejta më shumë se 5 minuta, aty është lokacioni në hartë, pra e shfaqi interesin tim të X biznes, dhe mi shfaqi si formë reklame. Pra e kupton se çmendurie ndodh mbrapa skenit dhe ne nuk e dim. Unë kam një më të frikshme se sa kjo, prandaj më kota përmend makinën për domethënë trimming të facial hair. Ne kemi qenë ne sunash, domethënë normalisht luajtëm volejboll, mbasi mbaruam volejbollin, duke shkuar tek supermarketi më i afërt për të bler bira. Po pyet ai djali që plako më shprishur makina, që makina e ke ti që të ble dhe një unë, edhe unë po e shpjegoja, domethënë që duke folur. As foto, as një gjë, telefonat në xhep. Shkojmë në supermarket, dalim, vemi tek ajo vendi jon ku uleshim, dhe pim një cigare, fillojmë hapim birat, hapim telefonat. Djali sapo kishte bler një iPhone të ri me kontratë. 3D telefon. As që nuk e kishte prekur ndonjëherë këtë temë, sepse ishte e freskët asaj dite. Hapim Instagramin, çdo 4 poste Philips, Bosch, çdo lloj makinë roje domethënë që mund të dihet ti. Kjo është, domethënë, është për te, se je duke u dëgjuar gjithkohë, që konfirmohet pjesa që ti po dëgjohesh, domethënë. Po kam frikë po na dëgjon dhe tani se do na mbushet me. Po na dëgjon sepse ne kujdesemi që telefoni të jetë me bateri, ne kujdesemi që të jetë me internet, ne kujdesemi që të ketë edhe cilësi të mirë kamera, pra që kur të na përgjojnë ose jemi në monitorim, të jemi në cilësinë maksimum, e kupton? Pra jemi vetë ne që ja japim. Që s'kemi pse ankohemi, përderisa je online, se më ka bërë dikush një pyetje në ato komente, që a ka në një mënyrë që ne t'i shmangim gjitha këto që mos më përgjojnë, mos më bëjnë trak, mos më bëjnë kështu. Domethënë dhe priste një përgjigje si thosh të argumentuar nga ana ime, dhe i kam dhënë vetëm tek fjalë, ik më pyll. Po. Vetëm më pyll dhe më pyll pa isje digjitale, vetëm aty në jetën e mëparshme, vetëm aty nuk trakohesh, se për ndryshe je 100%. Po sa e frikshme është vërtet se shumë njerëz janë paranoid. Për shembull, le të themi drejtën, ka teori konspirative, domethënë që mund të futesh në atë vrimin e lepurit, domethënë edhe nuk del më, nëse je një njerëz që të pëlqejnë ato lloj gjërash, po. Me ai sa mund ta perceptosh ti, domethënë, sa është e vërtet, sa është e mirë, sa është e lig, sa është konspirative. Në fakt nuk duhet të jetë, sepse di si është kjo, është që ti je me gruan tënde në shtëpi dhe ti je dikush që po të shikon. Se kështu duhet cilësuar kjo. Tash është thyrje privatësie para dhe po hyn në gjëra të cilat nuk i takojnë, por ne nuk i vëmë re, nuk na bëjnë përshtypje, sepse nuk e shohim personin aty, po ndërkohë mund të jetë kamera e atij televizorit smart që po na përgjon, mund të jetë fshesa e korrentit që nxorën tani, edhe fshesat këto smart që i kishin akuzuar për përgjim.
Tani po na del kjo inteligjenca artificiale që do marrim dhe ndaj robot në shtëpi që të na bëjnë ndaj punë. Pra, ne nuk do jemi më vetëm. Duam, s'duam, kjo është realiteti i ri, domethënë. Duam, s'duam, duhet ta pranojmë. Nuk e shmangim dot. Çfarë do bëjmë? Do i bie që të bëjmë atë që thash më lart, se përndryshe Po i bie domethënë që të gjitha ato teoritë konspirative një bazë kanë pastaj, sepse nëse kjo do bëhet realiteti jon komplet, domethënë i bie që një qeveri që ose një regjim në X-va, nuk ka rëndësi se Shqipëria apo Shqipëria, pak rëndësi ka. Nëse kërkon kontrollin 100% të njerëzve të saj, e ka domethënë thjesht me një gishtë larg. E ka dhe është më lehtë se kurrë. Pra nëse dikur do duhesh të pulsoheshin spiuna apo çfarë janë agent sekret termi dur, tashmë nuk ka nevojë për ato sepse ka akses, mjafton thjesht disa kompjutra që monitorojnë, në momentin që kapin fjalë kyçe të caktuara, i fusin një të regjistruar asaj dhe e kanë shumë të lehtë. Kështu që nuk i shmangemi dot, është e pamundur. Okej, janë teoritë që ti duhet marrësh VPN, duhet përdorësh browser që nuk bën track, patjetër, këto të ndihmojnë deri diku, por nuk do të thotë që je 100% i mbrojtur. Më kuptoj. Kjo prek edhe këto instanca shtetërore për shembull se ne themi që kemi merak se na përgjon shteti, minuar shteti bie vetë domethënë pre e këtyre lloj gjërave se si jo pak herë, domethënë vetëm 2-3 vitet e fundit në Shqipëri lloj budalliqesh të ndryshme, domethënë që është thjesht turp në radh parë, pastaj probleme edhe të tjera. Është gjë e mençur kjo? Çështja e shtetit është diçka që është bërë debat i madh, është një debat koti mendoj unë, sepse shteti e parë herë duhet të ketë punonjës të trajnuar, sepse problemi që ka ardhur dhe që do vinë vazhdim, gjithmonë vjen nga njerëzit, sepse nuk futet dot askush në një sistem pa pasur një lloj aksesi. Pra ne i kemi shqiptarët akoma që klikojnë linqet, vjen linku aty fitove 100 milion euro, ai e klikon, vjen linku kam parë në video ke fitu iPhone, e klikojnë, edhe i humbet llogaria, i humbet website-i, i humbet, nuk e ke idenë se sa më shkruajnë të tillë në ditë. Domethënë, çfarë mund t'i bëj? Po çfarë mund t'i bësh ti? Unë s'punoj në meta, di unë çfarë mund t'i bësh? Pra, nuk e kanë kulturën dhe këto persona janë të punësuar dhe nëpër institucione, sepse po të marrësh moshën e prindërve tan për shembull, i vën një kompjuter para, por ai nuk e ka trajnimin e duhur. Në momentin që i del diçka, pa dashje e klikon edhe kështu iku gjithë institucionet rrallë, po njëra pas tjetrës. Është shumë e frikshme domethënë, se normalisht siç e the ti, e shpjegoj unë Timati është domethënë nuk e kam atë aftësi që ti do më duhet goxha kohë domethënë se ti si të shpjegojnë se si bien institucionet chain në zinxhir njëra pas tjetrës. Por që duke domethënë me thënë drejtën sikur si jemi gati valla. Nuk kemi gati për Albaniera për këto. E di pse nuk kemi gati, sepse unë e shikoj tek zanati im, tek pjesa e shkollës që unë kam bërë. Kam bërë programim dhe kemi mësuar me labs dhe letër dhe me dras. Që unë duke që se jam përditshmëri me trajnime, më vinë student sërish, që unë kam gati 8 vite që kam mbaruar, më vinë dhe akoma është e njëjta gjë, nuk ka ndryshuar nga atëherë deri tani. Pra, si mundesh ti të avancosh në teknologji, të avancosh në inteligjencë artificiale, kur ti programon akoma me dras, me labs, ku ti nuk po prek kompjuter me dorë. Pra kompjuteri i studentëve që më vinë mu këtu për një pjesë të madhe, është relik, është diçka e shenjtë. Dhe unë kur filloj shpjegoj programim, me idenë që ato i kanë që iden, janë shikojnë sy. Edhe duke parë këtë lloj reagimi, unë filloj nga zero fare. Por tani, i kanë ikje 5 vite nga shkolla kot, se u quaj kot, i ikin investim ose vite të ikura dëm, kot. Dhe si mundemi ne që t'jemi gati për evoluimin e teknologjisë? Kur unë këtë çështje e ngre me video në rrjetet e mia, janë profesorat ata që më komentojnë, se e vere unë e kuptoj se janë profesorat, thonë që mos e bë kaq të madhe. Mirë shok, rregullojeni ju sistemin arsimor dhe unë nuk flas. Sistemi arsimor është baza, sepse ne në momentin që do dalim në treg, ne duhet të jemi të aftë. Ne jemi të aftë, vemi të biznesi, vrem supet.
Po pse duhet ta punësoj unë një punonjës nesër, ku s'ja ka iden asgjë. Nuk kam arsye, kupton. Me si ka mundësi që ka shumë instanca shtetërore, domethënë se unë isha në djenitë të informacioni që pothuajse të gjitha këto janë me tike, gjithë web developer, çdo lloj gjëje që ti bën gjithë me lapse dhe letër ose me shkunc në drasëzes ose me copa letre ku plotësohet kodi etj. Tani nga të gjitha personat që janë të përfshirë nga njerit nuk i pas ka vajtur mendja që this is not the right way, what the fuck, çfarë drejtim po bëjmë? Si mund të mësojmë programim, literally diçka kompjuterike me drasëzes? Në fakt, ata që hartojnë këto sistemet arsimore shqiptare jetojnë në të ardhmen. Pra, realisht jetojnë në të ardhmen. Tani, Australia, Amerika, janë duke futur testimet me laps dhe letër dhe shpjegimin me dras, sepse studentët po kopjojnë në ChatGPT. Dhe ne kemi qenë shumë përpara, e kemi zbatuar që përpara se të vinte inteligjenca. E kupton se sa larg jemi ne? Pra, është testuar këtu te ne një herë që funksionon dhe ja, po e bën dhe Amerika tani. E kupton se çfarë niveli të lartë jemi. Jemi normalisht në takon si pellazge i lire. Po është për të ardhur keq, është për të ardhur keq, se nuk është, domethënë, për shembull në degën time, tek inxhinieria e ndërtimit. Nuk u bëj qameti se nuk e mësove kadin, se kadi është 1/15 e inxhinierisë, ka plot gjëra të plasësh trut gjatë gjithë ditës. Edhe nuk është mirë normalisht të përgatit disa herë më shumë për nivelin e punës, por ja del. Kurse kjo është bërtham, kjo te këto lloj degësh çdo gjë rrotullohet rreth kompjuterit. Domethënë çfarë do lloj gjëje që juve konsumonin gjatë gjithë kohës në çdo lloj lënde, rrotullohet rreth kompjuterit. Edhe mangësia e kompjuterave është thjesht domethënë është jashtë orbitale, është, nuk e di, nuk se perceptoj dot domethënë. Nuk ka sens, sepse ne venin te kompjuterat, na thoshin mos i prek, se i prish. Domethënë, se kuptoj, domethënë ne bënim programim në hapësirë, programim me mendje, ose kemi qenë shumë të mirë në logjik, që kemi logjikuar përtej logjikës, se përndryshe s'ka shpjegim tjetër. Po, është në fakt sepse e kanë problem shumë shkolla, sepse këtu më vinë student nga shumë universitete, nga shumë shkolla, nga shumë profile të ndryshme, dhe është problem madhor që është në të gjithë sistemin arsimor shqiptar. Sepse vetë ato që japin mësim, se mos duhet që dalë që të akuzoj se s'ka lidhje, por vetë ato që japin mësim janë zysha sa kanë mbaruar shkollën. Tani, si mundesh ti të japësh mësim 23 vjeç? Ka që kanë pas zyshat unë që më kanë mësuar mua. Tash ti 23 vjeç ti s'ke eksperiencë. Okej, do thua që kam punu programim unë që 15 vjeç. Po duhet të kesh anën pedagogjike, s'ka lidhje. Nuk je gati, domethënë që ti të japësh në universitet, duhet të kesh kaluar një 70 vite eksperiencë të mirë dhe duhet të jesh në gjendje që t'ia thjeshtosh studentit maksimum, pastaj je në gjendje, po këto filtrat nuk funksionojnë këtu, sepse këtu është akoma miku, këtu është akoma partia, këtu është akoma këto gjërat. Sa dëmton, se edhe kjo ishte një nga pyetjet. Këto çokat kështu, domethënë, sa dëmtojmë këtë industri? Se është industri për shkakun që duhet vazhdoj më lirë nga gjitha të tjerat, sepse duket qartë, më qartë se kaq nuk kaq, ajo është ardhmja, aty do fokusohet të gjithë fuqia e punës, domethënë. Sa e madhe është plaga e mikut edhe korrupsionit në atë lloj industrie? Infektimi ka shkuar në palc. Që do të thotë, momentin që ti vete në universitet, shikon pedagog që janë bërë pa prekshëm, sepse ka një mik shumë fort, edhe ai nuk i intereson fare, nuk vjen mësim fare, shpjegimin e bën se ti do i qefi, të ngel ty pa pik logjike, pra pse i qeshe ti, se të buzëqeshe, se ku diu, të kujtua që ke fituar ca lek me një diçka, dhe të buzëqesh, në këtë rast je i ngelur automatikisht, pse i buzëqesh e zyshës. Rastet e tilla ngelin këtu në Shqipëri. Dhe është shumë e frikshme sepse është bërë monopol, nuk çan dot, ose do duhet gjesh mikun që t'japësh lek, për ndryshe nuk e merr me lëndën, dhe nuk është vetëm te arsimi. Është në të gjitha institucionet. Pra është bërë legu si një mjet që po se pate ti nuk merr shërbimin e merituar.
Me këta persona të ulët ça kompletojnë kur ngel një nxënës ti për faktin se ai qeshi për diçka, domethënë nuk ta bëri shefin ty maksimalisht, domethënë ç'a fitojnë me të? Nuk mendoj se fitojnë, por mendoj që kanë një lloj pushteti, e quajnë pushtet, që un jam unë, pra, un kam të drejtë vendos, un të kam në dorë. Domethënë e kanë si formë presioni, si formë rritje, si formë rëndësie, pra japin shumë rëndësi vetes, por unë mendoj që studenti nuk ka pse ngeli. Studenti nuk është i aftë ndoshta që të bëjë mrekullira, që të mbaj mend për mendsh të gjitha, por studenti të jepi hapësirën që të logjikojë. Unë jam i sigurt që çdo njeri sot, çdo student, çdo i ri ka mënyrën e tij të shpjeguarit gjërave, po ti duhet të japësh hapësirën. Ktu në shkollë, ç'a thon? Po nuk e bëre ashtu siç e kam shpjeguar unë, ti nuk e merr lëndën. Kjo e bën që ai të kopjojë, sepse ai do kopjojë në këtë formë, se përndryshe s'mbajnë mend të gjitha. Po ç'a nuk mëson ashtu, ti thjesht kopjon edhe mëson si të kamuflohesh. Ajo nuk është mësim. Robot. Ti nuk është se sjell ndonjë performancë. Pikërisht. Sepse këto nuk janë as lëndë, nuk është nuk besoj se ka ndonjëherë në një lëndë, domethënë që duhet të bësh njëjtën gjë, se ajo nxjerr thjesht robot, gjithë secili kodi si çfarë lloj inxhinieri ti je, domethënë si ndërtimi mekanike, kompjuterike etj. Kur do punësohesh ti do punësohesh si që të zgjidhësh probleme. Që zgjidhësh probleme ti duhet të kesh një logjik, duhet të kesh një lloj fantazie, duhet të kesh një lloj mënyrën tënde personale të zgjidhur problemet. Nuk e kuptoj këtë modelin që bëj sistemi. Sepse këto lloj shkollash prodhojnë studentë të cilët do punësohen nesër në për kompani, do marrin një rrogë, do jenë të nënshtruar, le të themi, do zbatojnë rregulloret dhe nuk do kenë mundësinë që të bëhen të pasur apo të çajnë ato nivelet e kufizave që të vendosë. Dhe arsimi është duke luajtur një rol shumë të mirë me këtë. Sepse ta vështirëson aq shumë procesin e marrjes së asaj diplome, saqë ti friksohesh që të marrësh guxim në jetë. Unë kështu e lidh. Sepse nëse ti në shkollë të bëhet aq shumë presion, që shiko nuk është e lehtë. Imagjino ti s'po merr dot një diplomë, duhet mësosh, duhet marrësh 10 apo si more do të shtosh, andaj këtej. Kjo të krijon trauma që ti nuk ke më guxim në momentin që merr atë diplomë. Dhe ke frikë, ore, po pritem me zi mbylla shkollën, imagjino të hapun biznesin. Kush di sa e vështirë është. Në shkollë nuk ka qenë asnjë që na ka motivuar, ose që të flasim për lekë, flasim për paran. Realisht kjo duhet të jetë temë e përditshme. Njerëzit duhen mësuar që shiko, ka dhe pavarësi financiare. Nëse ti ke avanci, ke aftësitë, ti mund të krijosh sorse dhe burime të ndryshme për të bërë para. Ky është një mundësi, kjo është një mundësi, kjo është një mundësi, kjo është një mundësi. Nuk flitet fare. Flitet thjesht shpjegojnë atë mësimin në formë robotik. Momenti që ti bën zhurmë, të ngelin fare dhe do duhet që të kapësh një 27 veta që ta kalosh atë lëndën, ose do japësh lekë, pra të kalon në formë ankthi, stresi dhe realisht po të shikosh studentët shqiptar, unë mendoj që janë në një ankth të tmerrshëm. Të e shikoj sepse e shikoj në momentin që i pyes, sepse është herë 5 që japin një lëndë, ku lënda realisht është shumë e thjeshtë. Në momentin që unë ja thjeshtoj, ja tregoj realisht sa e lehtë është ajo lëndë, kuptojnë që janë në vendin e gabuar se s'ka mundësi. Nuk kemi çfarë bëjmë, është sistemi i tillë. Është shumë e vështirë që ta ndryshojmë, por gjithsekush duhet të bëjë ndryshimin e vetja. Pra nëse një profesor ka disa aftësi, duhet që t'ia transmetojë atë studentëve. Por ka edhe një gjë. Në shkollë kur isha unë, ishte një profesor që i kaloi gjithë. Ishte pozitiv, ishte lëndë shumë e thjeshtë në fakt, e hoqën nga puna. Brenda javës e hoqën nga puna. Dhe kur e kam taku pas... Seriozisht? I thash, po ç'patet ti që ike? Po tha, po nuk zbatova urdhrin, tha, atyre sipër që nuk kalohen gjithë. Pra, po si, me këtë ç'patën domethënë? Këta të tjerë ç'pun kanë se si i kalon ky? Jo, po ka një gjë që një pedagog të duket i mirë, duhet i ngeli ca, se s'mund të jenë gjithë studentët ekselentë, s'ka mundësi. Nuk do të ishte e kundërta, do ishte e vërtet, nëse ti. Po, këtu funksionon e kundërta sepse janë biznese.
funksionojnë biznes, nuk janë sisteme arsimore. Nuk do t'ja dije nëse ti ndihesh keq si student, sepse ke një vështirësi emocionale. Në momentin që të shikon që s'bën atë detyrën që të ka caktuar, ti si askushi për atë. Dhe ky është i problem. Pra unë mendoj që studentët nuk janë thjesht generator të ardhurash për universitetin, por janë njerëz, janë student, janë bashkëpunëtor, nesër do kesh të bësh me atë. Dhe e bukur di kush është. Shumë nga ata të cilët më kanë dhënë mësim, më ka rastis tani që të kem formë bashkëpunimi. Po bota është e vogël. Pra tashmë jam unë ai që jap ato pikat, sepse them, shiko, kam diçka në dorë. Po e di unë se ç'kam hequr atëherë me ato. Prandaj asnjëherë nuk duhet të jesh arrogant, nuk duhet të jesh. Ja vëre sa tani që i takon prap ja lë ta kuptojnë që kanë bërë gabim aktivisht ose pasivisht ose kështu. E kuptojnë vetë ato, se më ndjekin me videot që bëj. E kuptojnë vetë? Po, e kanë kuptuar. Ka ndodhur në një rast se mund të ketë ardhur ndonjëherë që të shprehet, domethënë, që kemi bërë gabim ose më komentojnë kështu me adresa fake. Po e kuptoj nga shkrimi. E kuptoj nga shkrimi direkt se kush jam. Po nuk ka problem, sepse fundja unë jam transparent, ato e din shumë mirë. Unë jam një person që flas me fakte. Në momentin që unë kam qenë në atë sistem, kam vuajtur në atë sistem, nuk mund të ma thot dot askush të kundërtën, sepse kam vuajtur vetë. Unë nuk po të them se çam tha Bleoni dhe Bleoni t'ja ka thënë një shok tjetër dhe ai shoku tjetër. Jam unë vetë me emër me mbiemër. Pra dhe aty s'kan ç'a bëjnë ato, sepse e din vetë se si është problematika në sistem. Te kuptoj. Interesante. Kalojmë çik më shumë në përgjithësi se ne folëm domethënë arsimi, si edhe shumë nga të ftuarit e mi të tjerë, domethënë aty na rreh gozhda të gjithëve, ai Çekani domethënë që është e keqe shumë arsimi në Shqipëri. Po ta lëm këtë me janë, cila mendon se janë problemet, domethënë më të mëdha në Shqipëri tash, si social, si politik, financiarisht, domethënë, ose le të themi 3 nga problemet më të mëdha. Është arsimi e para, pak nësi e shoh unë, është pjesa e financave. Shqiptarët kanë kalu pak në çakordim financash. Mendoj që rritja e çmimeve, dalja duarsh e organizimit kursim fitim është çakorduar fare. Pra shikoj që harxojnë më shumë, kursejnë më pak dhe nuk po dinë me të menaxhojnë, sepse nëse dikur ti merrje për shembull më pak rrog, kishe çmime më të lira. Ishin gjëra shumë herë më lirë. Tani ti mund marrësh një 50.000 lekë më shumë, po je duke e paguar 4 fish me pjesën e ushqimeve, gjërave të përditshme. Dhe problemi tjetër që shikoj unë është infrastruktura në teknologji. Pakën unë e lidh me fushën time, sepse mund të ketë probleme tjera sa duash në industri të tjera, por teknologjia është në problemet e veta. Unë e shikoj këtë, sepse thuhet që çdo gjë ka kaluar online, por sërish ka njerëz që nuk marrin shërbimin, sërish ka njerëz që përplasen nga njëra derë te tjetra, punonjësit e institucioneve janë arrogante, nuk duan të ndihmojnë, nuk e kanë natyrën që të jenë pozitive, të sorollasin, vete unë për të marrë një letër te bashkia, nga bashkia më çojnë te prefektura, nga prefektura më çojnë me një institucion tjetër, nga tjetri më çojnë prapë te bashkia. Edhe kur vi prapë aty i them që po çfarë të çishte kjo kërcimi kështu. E tha po duhet veja ndaj këtej. Kundërkohë kanë të njëjtin sistem, mjafton thjesht të ketë një zyre përbashkët, mbaroi punë. Por janë të punësuar shumë persona, sepse jepen premtime elektorale në këtë vend dhe duke qenë se jepen premtimi për 100 vende pune, nëse nuk hapen këto institucione kështu gjetë që të jenë plotësuese, ku do punësohen këto njerëzit? Ku do justifikohet ajo paga? Pra, po t'i futemi janë më shumë se 3, është politika, korrupsioni, është nuk ka meritokraci, pra një person i aftë ngel pa punë këtu. Realisht ngel pa punë, sepse nuk ka bërë ndoshta vrap mbas partisë, ndoshta nuk ka punuar fort në fushata. Domethënë ti ke punuar shumë për aftësitë tua, mund të kesh bërë trajnime jashtë, nëse ti vjen këtu,
do të shumëzoj me 0, nëse tenton të garosh në një institucion shtetëror, sepse nuk e ndjek partin, nuk je partizan i saj, edhe kaq, e thjesht. A mos ndoshta është kjo një wake up call, një thirrje zgjimi për të gjithë të rinj që të shkëputen komplet nga dashuria për të punuar në shtet? Ka një problem që në Shqipëri kanë ikur shumë të rinj, dhe problemi më i madh është që kanë ikur të rinj që kanë pasur mendim ndryshe. Të rinj të cilët kanë qenë me vizion që ky vend do bëhet, edhe pikërisht këta kanë hequr dorë. Dhe kanë ngjelur një lloj kategorie që shijojnë atë rrogën, mundohen që të bëjnë një puç aty të puna që të nxjerrin një lek ekstra, dhe janë shumë të tillë, sepse në këtë vend vjedhi kush vjedhi, kush vjedh më shumë është më i shkath. Nëse vjedh shumë dhe shumë, ngrihet në detyrë, sepse është me aftësi speciale. Kush e di, merr në një rol shumë të rëndësishëm pastaj. Në fakt është e shëmtuar që në një vend kaq i vogël, me popullsi të vogël, me resurse fantastike, pra jemi vend me naftë. A ke parë ndonjë vend me naftë që të ketë popull të varfër përveç se Shqipërisë? Domethënë, kam pas vllajin që ka punuar në Kuvajt, ka dhënë mësim, atje vetëm naftë kishte, po populli ishte super i pasur, sepse nëse ti shpoje pusë të shtëpia për të nxjerrë ujë, nëse të dilte naftë, e kishe 60 me 40. 40 që ishte jotja, 60 e merrte shteti. Pra 60% fitimit të asaj naftës e merrje ti si individ. Pra ishe aksioner, si thoshte, pasuritë e shtetit. Tutë ne, populli s'ka akses në asnjë gjë. Ne marrim naftën më shtrenjtë se si vendet e Ballkanit, edhe pse kemi vetë. Apo nuk po flas për resurset e tjera, të cilat ne duhet të ishim parajs, realisht duhet të ishim parajs. Por keq menaxhim, populli nuk është mësuar me kulturën që duhet ngritur zëri, nuk është mësuar me kulturën që e drejta ime është e imja, nuk është mësuar me kulturën që nëse duhet ngrihemi për protest, duhet ngrihemi për një të mirë të përbashkët, por ngrihen kur i tret partia, zihen me njëri tjetrin, jo po ky është më i mirë, ky bëri këtë, ky bëri atë, nga mëngjesi darkë, i fusin dhe një shfaqje Big Brother i tani para zgjedhjeve, dhe njerëzit janë të hipnotizuar nga mëngjesi darkë, harrojnë fare problemet e veta, harrojnë që s'kan bukë të hanë, por merren me thashetheme. Dhe ky është problemi. Këto janë njerëzit që kanë ngelur në masë në Shqipëri. Njerëzit e cilët duan ta ndryshojnë Shqipërinë janë duke vuajtur në këtë vend. Pra po mundohen, po përpiqen. Kur ndërkohë shikon një tjetër ti që duke u marrë me partinë fiton 70 fish më shumë se ty. Që punon nga mëngjesi. Njëri ata persona që bëjnë puçe qyteti që janë të shumtë dhe që bëjnë puçe për menxion në lek me amën edhe e njëjta kategori persona se ata që thonë që nuk bëj like se të bësh ti i pasur, domethënë. Ka një lloj mbarvajtje. Shife, ta bëj çik të komplikuar, domethënë që e mos zgjatemi shumë. Ideja është se un kam qejf të debatoj këtë lloj çështje sepse mendoj se është mirë të flasim për këtë lloj gjëra, se ngrihet vëmendja, ngrihet debati të tjerë, edhe mbase ndryshon ndonjë gjë. Ti ke atë aftësinë që i bën gjërat e thjeshta për njerëzit, domethënë, si tani kështu e kemi. Këto karta kemi dorë, këtë dorë kemi. Po. Çfarë do i bëjmë? Si do ta bëjmë? Si do ta rregullojmë? Dhe ma thonë shpesh, domethënë që futu politikës, futu kështu, futu ashtu. Problemi në Shqipëri është që paktën si e shoh unë, është kriju një lloj bande që duket nga të gjithë, pra një person që ka dy fije mend, mendoj që arrin ta kuptojnë se ç'a ndodh në këtë vend. Pra është bërë, si thuash, një rrjet shumë i vështirë për t'u çarë. Nëse dikush i ri del dhe me ambicjet për shembull për ta bërë këtë vend, ka përshtypjen që largohet shumë shpejt nga rruga. Kanë qenë disa ata që kanë tentuar të bëjnë ndryshimin edhe nuk janë më, nuk jetojnë më. Kupton se në çfarë faze të rëndë është ky vend. E vetmja gjë që mund të bëhet këtu është që të ndërgjegjësohet masa, pra duhet që të punohet me masën, që të bëhet grup njerëzish që vërtet ta duan ndryshimin. Dhe ndryshimi bëhet ose me vot, ose me pezullim komplet votimesh. Nëse ata nuk marrin asnjë vot, ata do ta kuptojnë që populli ka një peshë, ose nëse njerëzit me votën e tyre zgjedhin në rastin e duhur, ndryshon diçka. Por problemi tjetër në Shqipëri është që nuk ka mundësi zgjedhje, sepse janë të gjithë
shok me njëri tjetrin, janë të gjithë punojnë në të njëjtën vijë, janë të gjithë me tenderat përbashkët, një e ka kunat, një e ka vlla, një e ka kushëri, një e ka nga një partia tjetër, pra han dhe pin bashkë. Dhe ka një shprehje për këtë që unë e them shpesh që politika bën biznes dhe populli bën politikë. Jemi ne që po diskutojmë për politikën tani, ndërkohë ata në krahun tjetër janë duke numëruar fitimet marramendse që mund të kenë marrë. Kjo është e thjeshtë, me thënë, për ta kuptuar. Po, sepse edhe unë kam ato gjithmonë, nuk e di kush e ka thonë, një ato të perëndimore që kur zihet politika fiton populli dhe kur zihet populli fiton politika. Dhe ne jemi gjithkohës duke u zënë me njëri tjetrin se ne. Edhe fitojnë ata, ata janë në rregull me veten e tyre, e kupton? Për ata është parajs, nuk diskutohet. Ne jemi populli ideal për ta. Ideja është që mund të ekzistojë një lloj metode siç përdor ti, për shembull, siç përdor unë, nuk ka njeri, domethënë unë shikoj edhe tek audienca ime, pavarësisht se ka probleme që janë të mia, që unë nuk kam edhe editime të mira, apo edhe 1 nga përqindja që pse nuk funksionon është sepse edhe nga feedbacket që unë marr në DM, normalisht komentit të nxjerr hapur, unë i kam zakonisht më shkruar në DM, edhe për të më sharë, për të më lavdëruar, edhe për të dhënë kritika. Edhe është format shumë i gjatë dhe është shumë herë më e vogël dëgjueshmëria ose shikimet nga këto formatet e vogla. A mendon se këto formatet e reelsave ose këtyre që janë të gjithkohës si tip goditje, kështu si ngacmime të popullit, mendon se mund të përdoren edhe në një prizmë politik? Këto që ne po themi tash. E bëj unë një breakdown podcastit, po të ulem unë ku dëgjon 4-5 orë të bëj 30 video nga 15 sekonda. Po, nëse shkëput, pra ka një lloj ngacmimi, por është vëmendja diku tjetër, Leon. Është vëmendja diku tjetër tani. Njerëzit nuk kanë interes për gjërat që i shqetësojnë, kanë interes të argëtohen. Të paktën në vendin tonë, unë e shoh nga mëngjesi ndar këtë. Dal dhe flas për çështje vërtet shqetësuese, nuk marr as komente, as like, as nuk i intereson njeriu, shumë pak. Dal dhe flas për çështje argëtimi dhe çështje shfaqjesh televizive, qahesh me komente. Pra unë mendoj që kemi një problem në mentalitet me njerëzit. Pra nëse ne do dalim, duhet bërë një punë e vazhdueshme, e para një edukuese, që duhet ndryshojë mënyrën e të menduarit popullit, që fillojnë të mendojnë që po ne jemi ata që mbajmë pushtet gjithçka. Ne, populli, njerëzit e thjeshtë, ne kemi fuqinë që të bëjmë ndryshimet. Dhe për këtë duhet folur, por do shumë punë. Pra nëse në një vend evropian është më lehtë, ku ti e ke shumë të lehtë garosh për të qenë në krye të një institucioni, këtu nuk duhet që të garosh, këtu duhet të jesh baron që t'ja çash të dalësh. E kupton, do të nivel shumë i lartë. E kuptoj. Mirë, si përpjekje të fundit se harova ta përmendja që parë që ishte në vazhdimsi të bisedës, largohemi nga kjo zymtësia e realitetit shqiptar. AI, inteligjenca artificiale. Shumë debat jashtë dhe shumë të forta, disa nga personat më prestigjioz në planet si Elon Musk thonë që duhet rregulluar, Italia i e ban, nuk e di është i plota, është i pjesshëm. Kishim edhe i Space dje, e diskutuam, hiç gjë nuk nxorëm në shesh, se shumica nuk e kupton se çfarë, nuk e kupton as kapacitet, nuk kuptojnë se çfarë bëjnë. A është kjo fiksi këto gjërat e tjera që ti thua që thjesht erdhi dhe thjesht duhet përdorur? Po, patjetër, është evolim. Momenti që doli kompjuteri i parë, njerëzit do të merruan sepse thanë që u zëvendësuam. Tashmë kush do merret më me ne? Tani kanë kompjuterin. Kompjuteri bën mbledhje, zbritje, shumëzim, gjitha. Por në fakt, kompjuteri që ne po flasim sot na ka ndihmuar, e kemi mjet pune, e kemi përditshmëri, pa të nuk bëjmë dot. Pra nuk bëjmë dot biznes sot pa pasur teknologjinë online. Tani vjen një moment në teknologji në të cilën kalohen hap pas hapi. Webi ka kaluar në 3 faza. Web 1.0 që ka qenë fillim fare, ku ti vetëm çoje emaile. Web 2.0 që është kjo që ne po përdorim, ku ti mund të hapësh një rrjet social, të shpërndash ide. Kjo që ne po bëjmë është një lloj
bashkëbisedimi në 2 shtete ndryshme me lehtësi shumë thjesht. Pra unë e quaj si pozitive. Tani ka ardhur momenti që të kalojmë te Web 3.0, por kalimi është pak i dhimbshëm. Sepse shumica e popullsisë, duke qenë se ndodhen këto Covidet e çfarë janë këto, u krijuan shumë teori konspirative, njerëzit çfarë nuk mendojnë tani, plus filmat e Hollywoodit çfarë nuk bëjnë, jo po robotët do kthehen, do na pushtojnë dhe shkruajnë një lloj frike. Dhe realisht është pak e nxituar për mendimin tim, se po ecën shumë shpejt, sepse nuk është populli gati. Çfarë do të thotë nuk është gati? Në momentin që ka njerëz me depresion, ka njerëz që janë në gjendje shumë të rënduar, jepi ti mundësinë që të komunikoj me një inteligjencë, ai nuk arrin dot ta kuptojë që është robot apo është njeri që po i flet. Dhe her pas here ti fillon dhe lidhesh, sepse është një lloj qenie artificiale që nuk të mërzit, nuk të kthehet, të flet me kulturë, ti jep atë që ti do. E vëmendje. Nuk të thot jo, nuk të thot se di, nuk të thot nuk e bëj, por pak a shumë ndjek një lloj rrjedhe logjike të bisedës dhe të informon për çdo gjë. Që ti ndihesh zot aty një moment. Po, ndihesh sikur ke fuqinë që të bësh zgjidhjet më të mëdha që ekzistojnë dhe mund të keq përdoret. Problemi është që po lë shumë persona pa punë. Persona të cilët harxhonin shumë kohë me pjesën e dizajnit, me pjesën e blogjeve, artikujve, nuk është më nevoja që ti ketë. Edhe unë për shembull e përdor shumë për diçmëri, për të bërë gjëra që deri dje më hani shumë orë. Për shembull ka pas raste që kam pas errore dhe probleme te kodi, mund të rria me ditë të tëra derisa i gjeja. Tani është shumë e thjeshtë, e çoj aty, them ma zgjidh pak dhe të mbaroj punën. Kjo do na bëjë më dembel, kjo do lëri shumë veta pa punë. Kjo do hapi hapësira pune për një nivel tjetër programimi që do quhet automatizim. Bizneset do kenë nevojë për AI-n më vonë dhe do kërkojnë persona që t'i mirëmbajnë, sepse AI është diçka e programueshme që ti e programon sipas interesave dhe dëshirave që ke në biznes. Pra do hapen vende pune, mendoj unë, por jo të gjithë. Jo të gjithë do jenë gjendje të punojnë. Pra këtu është kaosi që ndodh. Megjithse, domethënë kur mundohemi ta kuptojmë është e thjesht vendet e punës që do hapen më vonë automatikisht do jenë pak më të mira. Domethënë se sa vendet e punës që janë tani, sepse unë kam bërë ku 8 muaj kod. Aq di unë nga kodi, domethënë një Pascal, që kështu hyrje në C++, edhe aq nuk marr vesh më shumë. Edhe ajo kur të gjesh atë klapën, që më merrte mua diku te 25 minuta, më duket shumë pozitive që se ta gjen AI, sepse do fokusohesh te ideja, do fokusohesh te logjika, ti do kesh atë ai lumi me ide, domethënë do kesh një AI që do të mundësoj që edhe nëse ti do ishe për tac, që nuk do e kishe vënë re, të paktën je shumë herë më afër për ta provuar atë ide. Edhe nëse dështoj pak në provove, po që e ke më të thjeshtë për të ndërmarrë veprime të tilla. Unë nuk e shikoj se negative, unë problematikën e kam tek pjesa e rregullimit, që nuk është e rregulluar, sepse si me çdo lloj gjëje tjetër, domethënë, që ka njerëzimi, dëgjon, kompjutra, armë apo etj, nuk është problemi me mjeti, problemi është ai që e përdor. Gjithkohës, edhe normalisht rregullimi për sa i përket AI mungon. Domethënë, këta i kanë bërë kritika, këto me sa kam parë ky versioni i fundit i ChatGPT bëri goxha update për sa i përket çfarë mund të kërkosh e çfarë mos kërkosh atje. Ajo është një tjetër gjë, edhe rregullimi ligjor është tjetër gjë, sepse ajo mund të censurojë ty vetë ChatGPT, po ChatGPT është një. Ka pafund tashmë nga këto që kanë dalë në pjetë. Për çdo gjë ke tani, për video, për audio, për shkrime, për gjithë. Po, vetëm për shkrime, po të flasin më se ChatGPT ka dhe shumë të tjera që janë konkurrentë, nuk e kanë njëjtin emër, normalisht një Red Bull është, një Mercedes etj, po që janë të ngjashme. Janë të ngjashme. Edhe ideja është duhet të ketë një fal rregullimi, që ato që kishin dalë edhe në Franca, në Francë, po. Që ato që kishin ndihmuar ChatGPT si të krijonte një bombë kimike. Po, me menaxhon që unë e shikoj, është shumë fascinating, është shumë gjë e bukur domethënë që ti mund ta kuptosh, sepse unë kur e mendoj të bëj një bombë kimike thjesht dua ta kuptoj si bëhet. Po. Po unë
Jo tjetri. Tjetri ka plane të tjera me atë, domethënë. Po këtu është e vështirë sepse nuk kuptohen qëllimet e njerëzve. Edhe madje kur doli në fillim dhjetor kjo ChatGPT-ja, arriti kapte diku te 3 milion vizitor në pak ditë. Pra kjo rriti kurëshin e njerëzve për fantazira të çuditshme, do të fillon ta pyesnin për gjëra ilegale, si të bëjnë lek. Pra ato fantazit apo pyetjet e pa bëra më parë, sapo u dha një hapësirë që t'i bënin, kupton, edhe mund të keq përdoren nga njerëz të ndryshëm. Po prapë, ka edhe një pjesë e këtyre, domethënë që mund të jenë ose kriminale ose me sëmundje mendore ose të tjerë, pa dashur që në ofendues, domethënë, por që ka dhe një anë pozitive këtu që pak e përmendim. Janë një kategori e këtyre që kanë aftësinë për të qenë kriminal ose kanë aftësi për të qenë sociopat, psikopat, që kënaqen thjesht duke me atë imagjinatën, që kënaqen thjesht me atë ChatGPT-n. Kjo është absurde, domethënë, është shumë perverse si ide, po është pozitive sepse ai ka një lloj kanali për të shfryrë atë mlefin e vet. Po, por mendoj që dhe shpresoj që mos të dalin nga duart, sepse mos harrojmë që kjo lloj inteligjencë është e programueshme, që do të thotë ka një lloj sistemi ku ka backup, ka një sistem ku ka databazën, dhe në një moment bukur në të ardhmen, nëse hakerohen sistemet e tilla që kanë informacionet dhe ëndrat më të fshehta të çdo njeriu, është e tmerrshme, sepse varet si mund përdoret. Dhe mos harrojmë që në të ardhmen ne do kemi në shtëpitë tona ndoshta pajisje robotike që na ndihmojnë, që në një moment bukur mund të kalojnë në nivel negativ, për shembull, se mund të hakohen edhe nuk i dihet. Pra, mendoj që është shumë e bukur e ardhmja që na pret. Nëse ne jemi në këtë fazë që po jetojmë, këtë i them studentëve. Në momentin e parë që fillojmë mësimin, i them, jeni me fakt që jemi në këtë fazë të jetës. Pse? Kemi mundësinë që çdo pyetje, çdo paqartësi t'i marrim më shpejt se kur më parë. Nëse ne do bënim gjërat që bëjmë sot në 2 mishin, do ishte tmerrsisht e vështirë. Nuk do funksiononte as podcasti, as mësimet online, as gjë. Nëse donim të bënim, të realizonim ëndrrën tonë, do ishte tmerrsisht më e vështirë. Kështu që ne duhet t'i falenderojmë për këto të mirat të teknologjisë. Kjo është shumë e drejtë, duhet vërtet të qëndrojmë lart se ka shumë individ, domethënë në platforma online, edhe kur organizojmë ato Twitter Space që janë si ai rreth i fshatit që mund të vijë gjithkusht të japë mendime, ka një masë shumë të madhe që janë nihilistë komplet për sa i përket teknologjisë. Që është e keqja e njerëzimit e tjerë. Por nuk duhet të harrojmë asnjëherë faktin që ne jetojmë në periudhën më të mirë të njerëzimit. Nesër është më mirë nga sot, pas nesër është më mirë nga nesër, etj, gjithmonë progresive dhe nuk do ta harrojmë asnjëherë se secila periudhë ka problemet e veta. Pastaj nuk është dokumentuar ndonjëherë ndonjë periudhë e njerëzimit ku nuk ka pasur njerëz që thoni po vjen fundi botës. Është thjesht. Un kam dhe në fis ashtu që thonë do bëhet luftë, mos ha biznes thonë. Domethënë janë gjithmonë kundra rrymës. Tash nëse ti merresh me ato, i bie që flesh gjumë, se ndryshe nuk do ecë asgjë. Pra, ka çuditë të tilla, por duhet marr gjithmonë anën pozitive. Pastaj e kemi ne në dorë se si do ta përdorim. Për shembull, unë TikTokun tim e përdor për qëllim pozitiv, pavarësisht se TikToku është llum, në thonjza, nga mëngjesi në darkë, sepse i tillë është si platformë. Unë mundohem që t'i jap një arsye njerëzve që të mbajnë TikTokun ndoshta për të më ndjekur mua, që të marrin një këshill, të marrin një motivim, të marrin diçka pozitive. Nëse këtë e bëjnë 100 veta, atëherë fillon ndryshon gjëja. Pra TikToku ndryshon faqen. Pra kështu është edhe puna e inteligjencës. Nëse ne e përdorim për mirë, ajo do na shërbejë neve nesër për mirë. Nëse ne mendojmë që ajo është për qëllime negative, atëherë është faji jon atëherë, është faji i teknologjisë. E kuptoj. Super site. Në të thosh pak të gjuhësve, domethënë ku mund të gjejnë, por edhe për pjesën e kurseve, si mund të aplikojnë edhe si mund të kërkojnë. Përpara kësaj, kisha ca ditë që kisha shumë telefonata, nga që hodha një video në të cilën tregova si mund të përgjohen telefonat e kështu, një informacion të përgjithshëm,
Po mu desh mbylla mesazhet në Instagram, mbylla mesazhet në TikTok, mbylla në Messenger, mbylla çdo lloj kanali të mundshëm, edhe numrin e telefonit e vura silent. Se thash, s'po ja dal dot, se vetëm me të shkruajtur kështu. Kur gjoj nga dritarja e punës tu, dikush i po më thriste. Do sa i. Pra unë kam një shprehje që ai që do të gjej të gjen. Shumë e lehtë sot. Mjafton të kërkosh ai dy lëvizje në Google dhe dalin të gjitha gjërat që unë bëj, mënyrat e kontaktit, rrjetet sociale. Kam një qendër që quhet Impact Education, është qendër të Durrësit, jap trajnime, u bën për 3 vitesh. Impact.al është website-i, hyn, ke aty çmimet, ke kush e jep, çfarë shpjegohet, detajet e gjitha. Domethënë, jam mundu që ta thjeshtoj që në prezencë, që studenti që do të marrë informacionin, ta ketë qartë mirë se çfarë do mësoj, sa kushton, se bëhen edhe llogarit. Sa lek kam xhep edhe sa do shpenzoj dhe gjitha mënyra digjitale. Kam futur dhe Reelsat në website, një risi në Shqipëri kjo. Pra momenti që hyn në website dalin Reelsat, që mund të shpjegojnë në çdo faqe të ndryshme që ti hyn, del në një Reels që të shpjegon se ku ke arritur, çfarë do mësosh këtu, ose çfarë do gjesh te kjo faqja. Dhe jam mundu që të kap ato trendet e kohës dhe kaq. Super fare. Gjithsesi, domethënë për ato që përtojnë të bëjnë këtë kërkimin vetë, do i gjeni të gjitha në description në YouTube, kurse nga Spotify i gjeni në description, po nuk klikojnë aq lehtë, kështu që duhet t'i jepni manualisht, si kërkojnë falje për 3 sekonda më shumë. Sa i du të falenderoj zakonisht, ishte një bisedë shumë e këndshme. Faleminderit. Edhe shpresoj të shihemi e të dëgjojmë herë të tjera. Pasi Patjetër. Unë kam vërtet qejf të diskutojmë her pas here, domethënë edhe për tema që nuk na përkasin as mua as ty për sa i ka përket profesionit, por le të futemi në atë vorbullën e halleve të njerëzve të përditshmërinë. Shumë e madhe. Shumë sukses edhe ty dhe mos ndalo. Është diçka që në marketingun e shoh që quhet konsistencë, vazhdueshmëri. Nëse je i vazhdueshëm, suksesi dhe shifrat vijnë vetë. Shumë suksese. Edhe do shifemi sërish. Shumë faleminderit, gjithë mirë. Faleminderit. Përshëndes.